social, urbanistik, shërbim kryor, shërbim kryesor, respektive të ushqimit, mbështetja e zhvillimit të turizmit, suportim e politikës sociale, emergjenca civile, sport, strehim, arsime mesën, rrugë rurale, së një fond rezervë për 27%. Do të ndaloj pak vetëm tek investimet. Jam shumë i lumtur të njoftoj që këtë vit mbyllën rikonstruksionin e kanallit ujitës të zonës së Barmashit, që përfshin edhe rezervuar muzikale ndihmëse. Kemi lënë një fond rreth 7.000 milionë euro, pra për 30.000 euro po themi, për financimet e projekteve, ku këtë vit do të aplikojmë në qeverinë shqiptare, Fondi Shqiptar të Zhvillimit në projektin e rekonstruksionit Muzeut Borovës, rekonstruksionit shkollës Mollazit, rekonstruksionit objektit të qytetit Ersek, vetëlimin e një rrugë të re të hyrjes së qytetit, që përkon nga hyrja e rrugës kryesore drejt tregut të qytetit, që mund kemi një rrugë të drejtë dhe drejton të hyrje në qytet. Ky fond është lënë për përqindjen tonë që na takon në këto projekte. Kemi një projekt të ri që është konstruksioni i sheshit të bashkisë bashkë me muzeun e qytetit, pra zgjerimin e hapësirës që ofron midis pedonales së qytetit edhe qendrës së qytetit ku kjo hapësirë shtohet. Dhe kemi projekt shumë të mirë ku bëjmë një godinë të re të muzeut, i cili bëhet Muzeu Fotografëve të Juglindjes edhe etnografiku, kurse muzeu aktual restaurohet dhe ka lënë në qytet një muze historik. Vazhdojmë në lotin e dytë të rekonstruksionit të pedonales së Leskovikut, nga aty ku është pra tek Pallati i Kulturës deri tek çezma e qytetit. Fillojmë konceptin me mbetjet të diferencuara dhe këtu besoj në shkollën do kërkojmë një ndihmë të madhe për ta futur logjikën e grupimit të mbetjeve të diferencuara dhe kemi vendosur fondin në dispozicion për koshat e diferencuar. Kemi lagjen nr. 1 të qytetit, një nga lagjet historike po dhe më problematike, ku tashmë ne do të investojmë në komplet një planifikim urban të zonës në total punë të veta, ujëra të seza, trotuar, ndriçim edhe asfaltim. Në kuadër të projektit që synojnë hyrja e qytetit të ndrojë ka, pra nga rruga drejt deri tek tregu i qytetit, do të investojmë në një mur të ri rrethues që përfshin palestrën e re të gjimnazit, që do ta liri komplet kompleksin arsimor, shkollën nëntëvjeçare, konviktin, palestrën dhe gjimnazin në një mur të ri rrethues për të ruajtur dhe krijuar edhe fushat sportive të shkollës nacionale të jashtme. Këto janë investimet që parashikojmë me forcat tona, me buxhetet tona. Ato që presim të fillojmë, cilat janë të miratuara në vjimësi nga Fondi Shqiptar të Zhvillimit, është vijimi i fasadave sistem kapot në qytetin e Ersekut dhe asfaltimi i rrugës Ersekut. Asfaltimi i rrugës Ersekut për 2026. Nga Fondi Shqiptar të Zhvillimit, jo me fondet tona. Jo, i kemi me fondet tona. Ndoshta më është nga vini monte, por në time të investimet me kanë trasë të ta procedurë, ndoshta ka qenë një korrigjim që është bërë, aty ku shkruar në kolektivin qendrës së Mollasit, është një gabim ortografik, si me thënë, kur është përpunuar, është një shtyllë në 3 vite rikordifikimi i lagjes nr. 1 de facto. Sepse që në Mollasit ne kemi asfaltuar, kemi bërë, kështu që është gabim njerëzor kur është shtypur projekti. I Suidas si është tërë këtë, edhe është korrigjim. Dishta kesh me qeni? Ani, unë do t'i nga ju, qësa të ndërgjët rruga Ersek, Mollas, rruga e vitër, do jetë rrugë me akoma në status rrugë nacionale, o do jetë kompetenca bashkisë? Jo, rruga Ersek Maja e Çadit, pra ku lidhet gërshësore. Po, rruga e vjetër që përkon nga dalja e qytetit dhe prek rrugën Starjes, Selenit, Kreshov, pra gjithë zonën, është do vjetë ngelet një rrugë nacionale, ku do të ketë dhe ka aktualisht, po është e parashikuar edhe në planin 3 vjeçar të qeverisë, edhe fondi që kontraktohet kompania për mirëmbajtjen e saj, do kemi nga Debora, nga Shqia, kështu që do të vijojë
rrugë nacionale. Edhe diçka tjetër, përveç rrugës Ercegos të ishte në asfaltim, unë përtas mirë. Fondet edhe mundësit ato janë. Normalisht janë mungesa e fondeve që e bën diçka, por nuk duket se një buxhet kur flasim që është përfshirës, në shumë fshatra mungon në faktën një mbajtje e rrugëve. Është vërtet, ne kemi pasur, unë do ta pranoj edhe një ndjes gjithë banorëve që jetojnë në zonën rurale të Kolonjës, pasi unë mendoj dhe këtë kam shprehur edhe kryeministrit që jemi bashkia më me vështirësi në rrugët rurale. Besoj që jemi me kilometrat më të pakta të shtruara në asfalt në Shqipëri. Ne kemi pasur një mungesë mjetesh për t'i përballuar, tashmë me sa mora vjeni sot është mbyllur prokurimi me sukses, ne kemi shpejt bëhemi me një fadron të re dhe një kamion të ri, dhe kemi fituar dhe një fadron tjetër të re nga një projekt i ambasadës japoneze, të cilin presim që ta marrim. Duke shtuar mjetet, ne nuk kemi mundësi të duhet atë. Ne nuk kemi mundësinë ekonomike që për rrugët të kontraktojmë firma dhe ato të mirëmbajnë permanent. Sepse e mira do të ishte ashtu, që ne të kishim njësoj si autoriteti rrugor shqiptar, një fond bazik, të konsiderueshëm dhe i tenderonin gjithë rrugët dhe mirëmbajtja u hap gropa, mbushej gropa, doli uji i qiellit, ne nuk e kemi këtë mundësi, por po shpresojmë që të kanalizojmë mjetet aktuale, të cilat nuk e kanë kapacitetin për punë të mëdha, ti përqendrojmë Leskovik, ti pozicionojmë atje dhe ata krijojnë pavarësinë e tyre me ndërmarrjen për mirëmbajtjen e zonës së tyre. Dy nga mjetet të pozicionohen, koncepti jon i punës zhvilluese, jo si njësi administrative, se njësi administrative janë ato që janë. Ne konceptojmë me 3 njësi, pra krajina e Leskovikut, krajina midis Ersekës edhe deri në Shalës dhe krajina pastaj nga Psari edhe deri në zonën Andej, që do ketë secila zonë mjetet e veta. Kamion fadron dhe të mundemi të bëjmë mirëmbajtje më të shpejt, më të shpesh, me shpresën që shtresat asfaltike mos jenë kaq tabusa që kanë qenë, se me thënë të drejtën janë po aq opozitar sa ty me konceptin e qeverisë shqiptare për rrugët rurale. Unë mendoj që sa më shumë rrugë rurale të shtrohen me asfalt, jo që nuk do ikin njerëzit, po do kthehen, do ketë shumë mundësi që do kthehet, dhe këtu jam dakord që duhet të rritet fuqia mbështetëse e rrugëve. Por për sa i përket ne, ky është plani ynë. Fonde që ne t'ja u japim firma për mirëmbajtje e cila është padyshim punë më mirë, për momentin nuk e kemi këtu. Jo, vetëm një falenderim të madh kisha për kryetarin dhe për gjithë stafin e bashkisë për ndryshimet ndosare që bëhen në qytetin tonë dhe edhe në fshatrat. Pavarësisht se ne qytet ndryshimet ndoshta na duken të vogla, po janë të vogla. Unë dua të falenderoj përzemërsisht kryetarin, energjik dhe punëtor dhe gjithë stafin e bashkisë që kanë marrë pjesë kanë vënë dorën e tyre në ato punë të mëdha që ndodhin në qytet. Po. Ato mundësi që shërbimet operative të mund të zbatohen, sepse duke pasur parasysh situatën e rreshtit të Sirisë, shikoj që tek frika dhe lera më duket fondi shumë i vogël. Është i vogël. Që gjitha frikat që ndërtuan ka pasur strategjisht të gjithë e lojë. Dhe sigurisht fondi strategjisht dhe të gjithë shkaqet që nevojë. Ky është fondi i pritave dhe lirave me të ardhurat tona. Dikur të marsit privet ne na vjen fondi emergjencave i përcaktuar nga ministria. Dhe aty ne kemi mundësi, megjithëse për hir të zbërthesës të do edhe pak më ngushtë, për shkak se do na duhet që të miratojmë këmbët për urën e programit të Regionçit dhe këmbët për urën e Podës, të cilat janë një realitet i gatshëm nga ministria. Për urën e Podës, me shëse të animën në ekonomikar, ta fshatit ka një fond të vetin në $15,000, që e kanë në institucion. Jo, në rregull, po. Të këmbure, ure, kostojnë 10.000. Dhe këshilli kanë në ndihmojmë një fond të shtesë. Ne presim dikur të marsit të na vi fondi që jetë ministria për emergjenca civile dhe pritat, jam dakord me Zamirin që ne kemi erozion të frikshëm, duhet të jenë më shumë. Aty mund të shohim diçka që mund të shtojmë pastaj. Po me kadrat tona
Urën të bejë, ministria. Si e qatë bejë. Dhe vazhdojmë Ne kemi kemi vënë atë gjë. Ne kemi vënë 700.000 pra 700.000 vitin e parë, 700.000 vitin e dytë dhe 700.000 vitin e tretë dhe ne synojmë që të lidhim një marrëveshje kuadër. Pra mos të bëjmë për çdo thirrje nga një projekt, sepse është mjek sistemere, po të ngrejmë një marrëveshje kuadër, ku ne të blejmë projekte dhe pastaj shlyerja buxhetore vjetore të jetë me 700.000. Projektet e nivelit që kërkojmë ka kapacitetet e tilla nuk kemi. Pra, dikush që do bëjë këto projekte duhet të bëjë projekte në lagjes numër 1, që nga ora të zeza, asfalte, ndrëquese, kamerat, po më e vështira është rruga e re që ne synojmë të lidhim qytetin, ku duhet të zgjidhë projën e urave të zeza atje dhe të bëj gjurmën e re, e gjitha merat, kështu që ja projekte që kërkojnë studio mirësimi. pyetje tjetër? Ja. Po sepse është projekt i zhvilluar. Atëherë se kaluam për vendimin poshtë. Kemi në vendimin e kalentarit, sepse kryetari të buxhetit. Kemi pyetje nga Klara. Dhe jemi në votim. Po, janë kërkojnë një Dhe jemi në votim. Pro. Undra. Abstenit. Ja. Vazhdojmë për vendimin tjetër për miratim të shtrimit të fizimin të Vanessa. Për miratimin e projektit dokumenti programit buxhetor apo në dorë 2026-2023 bashkisë së Lojë. e keni miratuar edhe. Po, Pro, kundra, abstenim, miratuar, dhe vazhdojmë me përvendimin e radhës për miratimin e strehimit të fizimin të banesës sociale. është thjesht fiksimi, ja. Nuk kemi emra po, komision. Janë vetëm manuali, po, pra manuali, sa pika të kriter, sa pika të kriter. Këto i miratoni çdo fund vit për vitin pasardhës. E sjell qeveria, ne e përpunojmë, ju e miratoni sot dhe këtë që miratoni ju sot, Komisioni i Strehimit duhet të zbatojë për të vi puna e hapjes së tij. Edhe të votim. Pro, kundra, abstenim, miratuar, vazhdojmë me përvendimin tjetër për miratimin e sistemit të fizimin në nivelin minimal dhe maksimal të ardhurave dhe dokumentacionit që duhet të plotësojnë individët, familjet për të trajnuar në projektin me subvencionim të familjeve që fitojnë kredite dhe ekspora nga shteti. E njëra gjë. Janë të gjitha programet të drejtorisë shkollës. Dhe me që jemi këtu edhe jemi live, nisur nga një precedent që na ndodhi edhe vjet, do të lutesh edhe juve këshilltarëve, edhe juve soli, është një mundësi reale. Ma besoni është një mundësi reale që ne mund të përfitojmë nga një banesa dhe një pallat social. E kemi në dorë thjesht duhet kur që në bashki të kemi 50 familje pa prapë. Se këtu ligji nuk është kelin dot. Është historia po e kuptoj këto që morën drejtorët bashki. Nuk është çështë marrin drejtorët se nuk e kanë parë projekt të marrin drejtorët, megjithëse kur janë bashkëti marrin edhe fiksojnë. Mos harroni se kemi mbi 45 vjet parë një ndërtim të ri në qytet. Dhe ta shërben të gjithëve, madje ne kemi projektin edhe më ambicioz pastaj, që të gjitha familjet që kanë në shtëpinë e tyre persona me aftësi të kufizuar, të japë mundësinë e shkollimit të pronës së tyre me pronë në pallat, se tani dikush nuk ka rrocë, ka nevojë për pallat me ascensor. Ju lutem nxitini, nuk më intereson bindja politike as kujt. Ne I humbim këto programe vetëm se s'kemi numra, s'kemi shifra. Ju lutem nxitini, siç ka qenë pallati I fundit,
që ka njerëz që vazhdojnë akoma paguajnë ato kredite buta, është identike me dhe marrin apartamentin, certifikata udhëre kufizuar, derisa e shlyhen, për shkakësirë fantastike. Dhe unë mendoj që për të vitë, për të pastre, dhe për familje që ka njerëz nga aftësit kufizuara ku pallatet e vetra nuk po ofrojnë asnjë lloj mundësie, thirrja hatet në janar, ju duhet të paktën të duhet ta ndërtojmë këtë thirrje. Ne si projekte kemi të ndërtojmë aty ku kanë qenë barangat brapa spitalit, që është një hapësirë shumë e mirë, ndërtojmë një kompleks peskaç, ku katët e para të jenë shërbimi dhe të ardhurat domethënë dhe neve si bashkëja, që të japim me qeraja domethënë të ardhurat, po zgjidhim një ngërç shumë të madh të qytetit si këtu, edhe të duash të blesh pronë, nuk ka plan. Projektat kanë një vizion me ju, do jemi edhe në shtinë, edhe me çdo udhë politik do jemi pro këtij projekti. Ajo çka kundërshtuan, edhe është rrisë në vërtetës. Lista e kur pavarësisht se qëndron edhe ajo që thatë juve që shumë vetë Nuk aplikojnë, nuk vinë, është e tmerrshme, nuk vinë. por E një ne të parë si pjesë nxisnë njerëzit. Po, që këtu nuk ka as luftë politike dhe nuk ka as domethënë të thuash që u plotësua. Ne kemi nevojë për numra. Ne domethënë a mund të bëjmë gjatë vitit 70 që të bëhet kompleksi pra sepse duhet kuptojmë që enti banesave është agjenci. Dhe agjencia nëse nuk ka eficiencë, pastaj mund të ndërtojë një pallat që ngelet pa shitur. Kjo është logjika. Pra ai ka ndërtuar Tiranë, Durrës, Vjergë me qeratë atyre, do ndërtojë këtu. Do mbledh qera këtu, do ndërtojë diku tjetër. Është sistem zinxhir para. Nxisni këdo. Eksakt. Kanë thjesht ambicje që këtu të jetë një pallat me ashensor, me parkim toksor, me sistem kapot, me gjitha si në çdo vend, se nuk ka mundur gjë, pse mos ta bëjmë. Ma ngarkoni këtë bar që të shkoj deri minus atje dhe tani ja kur është lista, nuk ka masi kompleks, drejtor pa drejtor, TPD-s pa TPD-s, sigurisht keni parasysh një gjë, njerëz me të ardhura, pra dikush që do ta paguajë atë kredin, se për kategorinë tjetër më pas, nuk kanë të ardhura, edhe këtu në janar apo thirrja për përmirësimin e kushteve të banimit, një çati, një dhomë, një gjë, nuk është se janë shumë fonde, 8 milionë të vjetra për shtëpi janë, po një rikonstruksion nuk ja bëjmë, nxitini të aplikojnë, sepse janë fonde që nuk harxojmë ne. Ja marrim qeverisë. 14 çati çuan, vjet 14 i morën. Tani, a mund të çojmë 40? A të çojmë 40? Atëherë të motim projektimin, pra, una, në vazhdojnë projektimin e radhës, koordinatimin e sistemit të fiksimit, të përfitimin e programit e shtetit për seleksionimin e shkasë të plekut për lirë. Janë vjetore këto, janë çdo Kundra, doktor Bravo kundra. Rëstore projektimin tjetër, për taktimin e verës maksimale të solucionimit të qeras të tregën në libër të kategorisht në të barasim. Vazhdojnë me kalën? Vazhdojnë me projektimin për miratimin e antarëve të Komisionit të Stërimit të Bashkisë Kombëtare. janë të njëjta, po duhet të bësh më pikë, s'kemi ta bërë. Po, atëherë pro, kundra, abstenim? Jo, abstenim. I këtë rësë, sa? Vazhdojnë me projektimin për miratimin e kursë, motivimi studentëve të Bashkisë Kombëtare që studojnë në vitin e parë në institucionet e arsimit të lartë nga fondet dhe vetat të Bashkisë. Sa dera? Është një panelim për studimin që je bashkia dhe një shumë negative që nga është përgjuar shumë numri studentëve që ftojnë në bursa. Sa dera e kursës? Nuk kanë si për të tregojnë unë që kanë të vite që bëjë lista nga 10, 12, 15, kanë rritë në 2 edhe 2 variantë të historike në ta 2. Kanë qenë në shkolla në Tiranë. Nuk ka
Vjen keq. Vajza ime ishte një nga nxënësit ekselentë të shkollës Talat Krista Nevolani dhe në një emision televiziv shikon që një Katalin Urimi, një nxënëse nga Fjeri e kujtonte nga kryetari i bashkisë që për kontributin e vet në arsimin e atij rreti dhe besoj se dhe ju në të mesme mund të bëni diçka më shumë se ç'është vërë. Se them, shikoj edhe Bashkinë e Korçës në rrjetet sociale, në media dhe shikoj që në këtë drejtim I stimulon. jam pak më përpara se ne. Qoftë edhe një katolik, të më falni që përmendaj në universitetin se nuk e kam parë për Kur është? Unë e them vetëm tutje. Në këtë mes edhe në këtë drejtim duhet të bëni diçka më shumë. Ja thon edhe një qoftë edhe një katolik Urimi për Piteri është diçka e madhe. E vërtet, për është e vërtet. Për nxënësit ekselent. Fakti ky është mendimi i kësaj. Emrat që shikoj këtu janë të gjithë nxënësit tim dhe i respektoj shumë, respektoj institucionet që kanë punuar me ta dhe them në nga suksese dhe ta mbaj sa ndarë në e programit. E ta gëzojmë e Jo, s'ka asnjë problem. Por ama, unë kërkoj që ne kemi 5 punonjës që vinë mbajnë në rrugë, 5 ligjshtar, 5 ekonomistë ose 5 inxhinierë. Struktura është specifike. Jo, jam shumë dakord vetëm një teknikalitet. Sipas ligjit që na kërkon dhe Komisioni Civil është që kjo strukturë duhet bërë pas miratimin nga Këshilli dhe sigurimin nga prefekti të numrit total të punonjësve. Një suidatë lutem ndërë detyrë dhe rrugërimeve njerëzore. Me njerë pasi të merret ky vendim në janar, në mbledhjen e janarit, ne të paraqisim strukturën e detajuar, sa drejtori, brenda drejtorive sa sektore, sa punonjës, sa specialistë. Kjo është vetëm 10 minuta punë, sepse ne kemi në sistem, nuk më shqetëson fare.